Nuk po më pranohet, thot lutja, më pas thot u myta, thot duke u lut. Atëherë, duhet ta dish që është një hadith i Muhamedit a.s. ku, siç kuptohet prej fjalëve të Muhamedit a.s., i përgjigjet lutja pra njeriu përderisa nuk e përshpejton përgjigjen. Pra nuk thot u luta dhe nuk më përgjigj. Prandaj, unë të këshilloj që mos e humbësh shpresën tek Allahu i lartësuar. Lutja e tëra është mirësi. Ose Allahu i lartësuar me anë të lutjes tënde ta shmang një të keqe. Ose ta mundëson atë gjë që ti kërkon, ose t'jep diçka më të mirë se ajo që ti kërkon, ose ta rezervon mirësi në botën tjetër. Pra ti nuk je e humbur me lutjen që bën. Prandaj lutju Allahut të lartësuar dhe ki shpresë se Zoti i gjithësisë është ai që i përgjigjet lutjeve.